çfarë zgjedhin shqiptarët? Në 3 dekada tani i di para shumë shije. Domethënë mes Shqipërisë është një gjë, por pastaj për jashtë, cili mbetet destinacioni më i zgjedhur i shqiptarëve të Shqipërisë, të Kosovës në të njëjtën kohë? Për pushimet verore vazhdon të mbetet Turqia. Normalisht. Dhe kjo është prej shumë vitesh, që nga momenti që filluan organizimet ashtu siç janë dhe jashtë, me fluturime charter, organizime me asistencë, me staf shqiptar, me paketa konkurruese, me çmime konkurruese, Turqia për pushimet verore u kthye në destinacionin kryesor. Vitet e fundit sigurisht ka qenë edhe Greqia. Për arsye sepse në zonat e afërta të Greqisë flas më tepër për pjesën që ka akses me makinë. Në shumë raste edhe kostot janë deri diku mund të jenë edhe më të lira, duke qenë se një familje me makinë mund ketë edhe shpenzime diçka më të ulta. Por Turqia vazhdon mbetet për facilitetet dhe gjërat që ne kemi folur pafundësisht që i ka. Dhe është një destinacion që pushuesit rikthehen jo vetëm në Shqipëri. Kjo është për gjithë vendet e Europës. Domethënë, të gjithë tregjet europian pushuesit rikthehen në Turqi, pra nga gjitha në Turqi mund të ndrojnë hotelin, po një pushim në vit e kanë në pjesën e Turqisë. Mund të jetë në zonën e Antalyas, mund të jetë në zonën e Bodrumit, në zona të tjera, domethënë nuk është e thënë që kthehen në të njëjtin vend. Por një pushim në vit e kanë prej të paktën prej 25-26 vjetësh që unë si kompani operoj me chartere drejt Turqisë. Dhe për Shqipërinë kjo është një gjë më se normale, sidomos në vitet e fundit që udhëtimet gjatë vitit janë bërë më të shpeshta. Njerëzit e kanë mundësinë që të udhtojnë me fluturimet low cost gjatë gjithë vitit për kryeqytetet europiane. Domethënë mund të shkojnë në Spanjë, në Itali, në Greqi, shkojnë dhe për festa të tjera gjatë Pashkëve. Domethënë janë vende dhe destinacione që rrihen shpesh dhe kanë mundësinë gjatë vitit dhe me kosto më ekonomike. Ndërsa pjesa e pushimit familjar vazhdon dhe mbet. Sigurisht është dhe Greqia, sigurisht janë edhe ishujt, por që janë me një numër shumë të limituar. Italia është deri diku, por numri qëndron në një përqindje shumë Cila është fjalia që, si më thënë, i dorëzon, po them unë, në thonjza tek rezorti. Pse? Ndjen komod, janë konfident, e njohin vendin, e njohin kulturën, e njohin ushqimin, din si çfarë të presin, i din çfarë facilitetesh kanë. Domethënë janë si ato pushimet kur ti nuk ke të papritura. Është fiks komoditeti që ti nuk ke të papritura, sepse ti ke qenë, e njeh strukturën, e njeh se si funksionon, gjithçka tjetër dhe kjo i jep që të kenë komoditetin, sidomos për fëmijët. Por mos harrojmë që 3 vitet e fundit Bodrumi është kthyer një destinacion të fuqishëm gjithashtu. Dhe le të themi është koncept komplet tjetër i Antalyas. Bodrumi është komplet, domethënë mund të ndryshoj gati 50-60% ndryshe nga Antalya. Ka resort all inclusive, nuk i ka me sipërfaqet që ka pjesa e Antalyas, nuk ka atë lloj koncepti ultra all inclusive, është më minimalist, nuk ka shumë hotele që ofrojnë pjesën e aquaparkëve gjigant apo struktura të tjera, po është një lloj koncepti tjetër, i cili dhe ai është përshtatur shumë dhe është pëlqyer. Që quhet pra all inclusive, por ndryshe? Është all inclusive, por nuk është masiv, nuk është masiv, qartë. Deti është ndryshe, që preferohet, sepse është modeli mix use. Mix use, se ne themi Turqia e gjitha këto, por në vetvete nuk është Turqia, besoj është modeli all inclusive, domethënë që fiton në shumë diversitet. Premium luxury që lidhet me, pra Turqia nuk është më ajo Turqia 20 vite përpara masivitetit. Tani Turqia lidhet më mirë me ekskluzivitetin. Pra njerëzit nuk kërkojnë më mermerin, luksin, po kërkojnë shërbimin, qetësinë, cilësinë, përkushtimin, dhe ky është modeli i ri që po tenton ta futë mes dheu. Turqia është sigurisht lider, Greqia është përsëri lider në këtë drejtim. Është një model që krijon një destinacion jo me hapësira të mëdha, me 3000 veta, ku ti ve po themi një rrit, edhe mund të hash, pish, pije vendi, ushqime vendi, nuk është më ai masivitet. Njerëzit kërkojnë më tepër privatësi, kryesisht njerëzit që kanë pagat mbi mesataren dhe CEO-t, njerëzit që duan të bëjnë pushime me dinjitet, nuk kanë kohë të humbasin, edhe sigurisht që kanë dhe fëmijë të vegjël të cilët nëpërmjet zonave Kids Club, ti për shembull e le fëmin të qetë aty,
ai ka gjitha llojet aktivitete. Jo, e lë fëmijën të angazhuar dhe vetë të angazhuar deri ke gatime, të mësoj të gatuaj, të luaj me robote, me gjithë llojet e gjërave. Dhe ky është një modeli i cili ka filluar 2010-ën, do mos gaboj tani, po bën gati 16 vjet. Modeli i cili ka marrë ide nga numri i madh turistëve që kanë filluar të vizitojnë Europën. Pra Europa pavarësisht se ka 6% sipërfaqes globit, përpunon 52% të gjithë turistëve dhe kjo e ka bërë që Europa të kthehet në një destinacion kryesor. Mesdheu përpunon 1/4, se janë gjithë liderët, duke filluar që nga Spanja dil deri ke Turqia në fund, Egjipti pastaj, kështu që këtu luhet e gjithë loja, këtu janë gjithë 1/4 e turizmit të gjithë botës. Të gjithë botën e ka mesdheu. 100 milion turistë ka Spanja, 100 milion ka Franca. Pastaj vinë të gjithë me radhë. Copa jona, ato duhet të kërkojmë neve. Ne nuk dim të punojmë në turizëm, ne na ka dhënë Zoti të gjitha gjërat e mira, por ne duke mos qenë në kohë, pra ne na humbet koha. Edhe kemi problemet tona vazhdimisht. Nëse e themi me pak fjalë, Zak, Ornela, gjithashtu që e njihni të dy, pra si nisi dhe ftoi dhe Ergisin nga pikpamja ekonomike. Domethënë viti çfarë ndodhi? Si më thon viti 0 kur ata menduan që turizmin do ta kthejmë në prioritet. Viti 0. Ne kemi qenë vetë ta them në konceptin all inclusive të kësaj që ka pasur zhvillimin nga tregu juaj, ka qenë i diktuar. Ka qenë tregu gjerman i cili e diktoi në Turqi konceptin e tillë. Domethënë në Turqi hotelet e para që kanë qenë para 20 e disa vitesh, domethënë pjesa Antaljes ka pasur gjithsej 10-20 hotele, të cilat kanë qenë të një kapaciteti shumë të dobët. Dhe ishte tregu gjerman dhe tregu europian, i cili është njëjta gjë si Kroacia, po Kroacia ai sipërfaqe ka. Atë mundësi ka. Dhe ishte ky treg. Ka të vogël gjithsesi, edhe Kroacia është gjithë ajo. Dhe ato ndikimin dhe zhvillimin e kanë pasur nga tregu juaj, ashtu si dhe ne, Zaku mund ta thotë. Durrësi tek ne ndryshoi pikërisht nga tregu i huaj, mos gaboj, tregu polak. Ishte ai që ishte strategjia që ndoqi Turqia, mori këshilltar profesionist, mori njerëz dhe bëri një ndryshim. Pra, ne kishim në një takim që kemi bërë me operatorët turistik, Turqia kishte 300.000 turistë në kohën që dhe ne kishim 300.000 turistë. Pa 20 ca vjet përpara dhe Turqia tani eci me hapa galopante sepse nuk ka Turqia 300.000 turistë për 10 vjetësh tash. Tani unë po them na tha vetë domosprofaisuesi. Po nuk them tani. Jo, para 30 vitesh. Para 30 vitesh. Ne kishim 300.000 turistë, ai tha, dhe ne kemi filluar me Turqia nuk kishte turizëm. Faktikisht bëri politikat e saj ekspansioniste, bëri investitorët për çfarë turizmi? Për turizëm, s'kishte turizëm... Turizëm të huaj, pra po të themu, se ti... Turizmë kulturor, edhe ne kemi pas turizëm. Prej shumë kohësh. Nese... Flasim bregdetar, jemi në turizmin pushimeve verore. Dhe epoka që turizmi... Po, besoj për atë epokë po flet, dhe çfarë ndodhi? U mbështet nga shteti? U mbështet nga shteti, përdori politika stimuluese dhe i bëri investimet për turizëm. Sepse kemi edhe ne investitor strategjik, por ne i përdorëm pjesën më të madhe për të shitur vila, për ndërtu vila, dhe ato e dëmtojnë turizmin në vend që ta zhvillojnë. Dhe duhet dalë prapë ajo, pra të njëjtën politikë që bëri, që ndoqi Turqia si avangard, nuk është se e shpikën ata. Kjo ishte teoria e thënë nga Organizata Botërore e Turizmit nëpërmjet ekspertëve që ky lloj turizmi kërkohet sot. Deri në vitin 2040 do të fishohet numri i turistëve dhe pjesa kryesore janë ky lloj turizmi tani, që kërkon gjëra specifike, nuk do të jetë ke ajo gjëra, po themi, ke masa, do të kërkon ture, për shembull të lëviz.